to, let's say you're loving me too. Përshëndetje miq të Heart Attack, ja kur I takua sërish në këtë emision me goditje zemre. Nëse më shihni, unë jam I pozicionuar fiks te kalaja Prezës, mbrapa kam Tiranën e bukur, Kodra, Male, shiqyr që iku dhe pak mjegulla që të kemi një pamje edhe më të bukur. Tani, unë pozicionohem në një vend interesant dhe shumë të veçantë nga Heart Attack-ët e tjerë, sepse vërtet realisht dhe ky Heart Attack është shumë I veçantë. Do njiheni me një histori shumë të bukur dashurie që ka të bëjë midis një gjermani dhe një shqiptare. Por, nëse ti mendon se është vajza shqiptare që do surprizoj djali gjerman, e ke shumë gabim. Është pikërisht djali Johannes, djali gjerman, I cili ka zgjedhur Heart Attack për të surprizuar të dashurin e tij, Amanda. Gjithsesi, unë ju lë merr malin ta ndiqni akoma dhe më shumë këtë histori. Ju përshëndes edhe unë miq nga Preza në një vend kaq të veçantë, por me histori shumë të bukur. Kam përshtypjen që do e dashuroni këtë Heart Attack aq më tepër, duke u nisur edhe nga protagonisti që është aq spontan. Johannes, faleminderit që je këtu. Mirë se erdhe në Heart Attack. Thank you. Kam përshtypjen që kanë kuriozitet që në nisje të këtij Heart Attacku. Pse një gjerman, një huaj në Heart Attack? Si erdhe ti te ne? Because I want to make a surprise for Amanda. Për Amanda. Amanda është e fejuara jote, zemra jote dhe ti atë do ta propozosh këtu në Shqipëri. Yes, I want to make a proposal for Amanda. Di që në këtë bashkëpunim perfekt ndim ka edhe Klea, që është motra Amandës, që ne e përshëndesim fort. Ka qenë Klea elementi ndihmës për të ardhur në Heart Attack? Yes, she was a big factor in this story because I told her I know nobody in Albania and please help me. I need to make a nice show and I want to make a surprise and she had a really good idea with this Heart Attack and thank you very much that I'm here. You're welcome. Po, pse do t'ja bëje surprizën në televizion, në një program shqiptar? Mund t'ja bëje në Gjermani në shumë vende të bukura, jo se ne nuk kemi, por pse e doje në Shqipëri dhe pse në një ekran shqiptar dhe ke zgjedhur Aragonin? Because her family is living here. And I wanted to do it when her family is around, that she can be more happy around her family. Sigurt për këtë. Ne shqiptarët kemi pak frikë kamrat, sidomos djemt. Unë jam vetë djalë, por duke përfaqësuar ata kemi pasur shumë pak djem në ekran. Djem gjerman e kanë siklet, kamerën. Ti e ke pak me siklet gjithë eksperiencë? I'm really nervous, but I try to have a small poker face. Po, jam kurioz, nëse ne bëjmë klipin që do e bëjmë dhe do e qajmë, kemi një super betim të Gentit, gjithë stafit për ta kryer këtë gjë. Si do reagoj Amanda? Ke një ndjesi tënde, do të rraj, do të kapi, do të thotë shkojmë Gjermani? I think she will cry like a baby and I hope she says yes. Amanda, ti do thuash po, sepse djalin e kemi goxha djalë, edhe se kemi shqiptar, ne dum fort vetëm në kaq pak kohë, kështu që Amanda do thot po, mos e ki merak. I hope so. Ne do e bëjmë punën të jashtëzakonshme që thot po, kështu që beso tek ne. Thank you very much, I appreciate it. Unë vërtet jam shumë kurioze ta njoh këtë histori akoma dhe më shumë, duke qenë se është djali gjerman që dashurohet me vajzën tonë shqiptare. Çfarë I pëlqeu? Pse? Pa goca ka Gjermania, çfarë pëlqeu të vajza jon, te Amanda? Dhe do doja shumë të di se si na ka prezantuar Amanda në racën femërore shqiptare. E ndjekim në Heart Attack, marrim vesh më shumë detaje nga historia. Vazhdojmë të jemi në Prezë me një mjegull që unë nuk e kisha parë kurrë në jetën time, por të gatshëm për ta vazhduar bisedën dhe intervistën me Johannes, sepse aq më tepër tani shkojmë pak tek nisja e romancës suaj. Si nisi Johannes? Ku e peti Amandën? We were at a party and I saw this girl and I saw she's a little bit different than the other German girls and I wanted to know her and I get in contact with some friends and asked her if I can meet her again and we started chatting over Facebook. Ti thua ndryshe, thua sepse ishte bukur, siç janë vajzat shqiptare, ka lezet, apo sepse në bisedë ishte më ndryshe natyra jote për qenë të lloj vajze? I would say both. She was really beautiful and how she was looking with makeup and everything and nice dress and also her behavior, it was completely different than a German girl. She had more elegance, like a lady, you know. I liked it. Domethënë unë po të vinë Gjermani ti zëmgjes nuse gjermane. It will be hard to find a German bride. I think I want to marry Amanda. Unë po ri në Shqipëri të gjej nuse shqiptare, ose edhe mbase e kam gjetur. Zemër të dua shumë, s'ta bëjmë pak situatën akoma më të ndërlikuar. Po momentin që ti morë vesh që shqiptare, ndryshoi diçka tek ty?
janë gjermanët ndaj shqiptarëve, ndaj vajzave gjermane, kanë ndonjë sjellje pak gjykuse para gjykuse? I thought I don't take care about the nationality. I just saw this woman and I said, I want to have this woman, and so I decided to take her. Duke qenë se u do prezantoj një fazë tjetër të marrëdhënies së tyre, e ndrova dhe kapelen e ktheva nga mbrapsht pash. Jemi bukur? Le të flasim pak tani për kohën e lirë të çiftit, si e kalojnë, çfarë muzikë pëlqejnë, çfarë dëgjojnë, çfarë kanë të përbashkëta, çfarë kanë të kundërta. Dua shumë të di, jam aq shumë kurioze të di një marrëdhënie të tillë gjermani me shqiptaren, si puqen, ku pajtohen, ku nuk pajtohen, dhe gjëra të tilla. Qëndroni në Heart Attack sepse më besoni, kjo puntat është e paparë. Po përveç muzikës nuk e di, preferoni kineman, klubet, gjëja e parë që ju bëni kur jeni bashk? Yeah, we are going quite a lot to the cinema, staying at home sometimes. When there's nice weather, we go to the riverside, and yeah, to some romantic places in the nature. Të dy tipa që pëlqeni udhëtime, të lëvizni, të bëni gjëra romantike? Yeah, we like this very much. Familjen si shkon Amanda, jam shumë kurioz. Në momentin që t'ja ke prezantuar familjes, a ishe me siklet? Çfarë ndodhi kur Amanda takoi prindit e tu? She got a really warm welcome. So my mother wanted to know her really long time ago, and yeah, I think she got a warm welcome. It was nice. Kur prindit e tu morën vesh ishte shqiptare, ky ishte lajm apo s'kishte asnjë diferencë në këtë mes? No, but my parents said they gave me really positive feedback about her, and I said, Johannes, if you don't marry this woman, I will kill you. My father told me. Unë duhet ta përshëndes babin, mamin e Johannes, sepse duke të parë ty besoj që ata janë shumë sportiv, e ndjej këtë gjë. Përveç takimit me prindërve, me njerëzit më të afërt, jam kurioz të di për shembull, nëse për një çast i ke menduar të vish këtu në Shqipëri me Amanda për të jetuar. Yes, yeah, it's one option what I was thinking about, and yeah, we are still thinking about Tirana or Germany. It's still, yeah, it's equal. But Si është lufta? Ti do të vish këtu, ajo do të ri atje, mos më thoni që doni të kundërtat. for me, for the moment, it's hard to leave my family because my father, he's sick, and so I don't want to leave my father when he's sick. So I would like to stay in Germany if it's possible. Si që dhe dëgjuat këtu në Heart Attack, një halk shumë e fort e marrëdhënies së Johans me Amandën është edhe Facebooku. Ai ka qenë kontakti i parë që çifti kanë hyrë në muhabet, kështu që në Facebook çfarë bëjmë ne? Postojmë foto. Shqyr zoti që ekzistojnë këto rrjete sociale. Dhe është fiks momenti tani që ne kemi bërë përzgjedhjen e disa fotove që normalisht çifti kanë edhe në profilet tyre personale në Facebook, dhe ti komentojnë këtu me malin se pse jo? Ne do i njohim që do i njohim në kamera, po ti njohim dhe nga ana e fotove. Do të kalojmë tani tek disa fotografi që Johannes më ka dërguar. Johannes, ti pëlqen fotografit bashkë me Amandën, çfarë marrëdhënie keni me fotot? Yes, and she likes it as well. Di që ke dhe një aparat profesional, kështu që ka dedikim absolut për të dy ndaj fotos. Yes, yeah, I started with half a year ago with buying a new camera, a new Nikon, and I love taking photographs, and it's a new hobby for me. Andaj si edhe e shikoj që na bëri kjo anglishta më shoqe shoqe. E shikoj në këtë foto, ku jemi? We were actually at home and we wanted to go to my car and we wanted to go for a drink, and yeah, we went out for a night. Ka qenë një ditë pushimi apo një ditë jave e zakonshme? This was on a Saturday evening. Punët, impenjimet tuaja ju bezdisin në këtë ndarjen, le të themi në thonjza, sa kohë ju merr puna, flisni gjithkohës telefon? Normally we are texting over WhatsApp, so yeah, we are all the time in contact. Më ke dërguar një foto shumë të bukur teksa vinit. It was in Zurich, sorry, in Zurich airport, and the lower two parts, this was in a lounge when we drank a coffee. Do të shkojmë tek foto e fundit. The last picture, this is, I think we went to a dinner. It was at home, in my room, and yeah, we were just ready to go for the dinner, and she said, "Okay, come on, let's do a picture again." Why not? Shikoj që keni bërë pjesën më të madhe foto, më thua, për të dalë për dinër. Mbrëmjet tuaja janë gjithmonë jashtë shtëpisë, pëlqeni ushqimet tradicionale, ushqimet të huaja, eksperimentoni në ushqime? I would say there's quite a lot of variation. Sometimes we go to eat some Italian food, some Greece food, German traditional kitchen, everything. Të ka bërë Amanda byrek, pilaf, fasule? Amanda's missing burek a lot.
Si e bën pyrekun Amanda? It's really sweetie. It tastes good. Mitë e mi, ne kemi parë së bashku intervistën me Johannes, po ashtu edhe përzgjedhjen e klipeve me Rozën, por ju nuk dini një detaj shumë interesant. Me njerë pas përfundimit të kësaj pjesë të tyre xhirimeve, Johannes për arsye pune është larguar sërish nga Shqipëria dhe për fituar disa pamje interesante nga Gjermania, unë Genti kemi kërkuar Johannes të xhiroj disa pjesë të këngës Hepi në Gjermani. Nuk e keni ide se sa shumë ka komunikuar Johannes me mua në Facebook, ka dërguar videot me internet që në momentin që do të vinte në Tiranë dhe ka ardhur, ne të xhironim pjesët e tjera. Por se çfarë ka ndodhur në Gjermani, shohim disa pamje shumë interesante. Miqtë Art Attack është moment realizimit të videoklipit dhe ndodhemi pikërisht të universiteti. Nëse e shohim, Johannes është duke kërcyer pa komplekse fare se fundja. Nuk e njeh asnjë këtu, sepse është gjerman. E ku ka gjë më të bukur se sa ti të realizosh një emision, ti dedikosh mirënjohjen tënde dikujt në një shtet tjetër që s'të njeh njeri. Do kemi shumë të thjeshtë sot me Johannesin, definitely. Unë e rëmbeva pak Johannes që ta xhbiriloj pak, ta pyes se si ndihet që po xhiron këtu në mes të universitetit me studentëve, eksperiencën e tij si fillimi i videoklipit. I feel so fucking nervous around all the students around, but it's funny. I like to make it. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Red One, Tal Cruz, Mr. Worldwide. Yeah, the way her body moving like a hurricane. Thought I knew what sexy was, but that just changed. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. Miqtë e mi, kjo është Klea, faleminderit që je këtu. Faleminderit juve për ndihmën për çdo gjë. Klea është motra e Amandës, po Klea na ka ndihmuar jashtëzakonisht, jo vetëm me përkthimin, jo vetëm me shpjegimin, por është krau ynë ideal, kështu që të falenderojmë për çdo gjë. Falenderoj dhe unë për çdo gjë, për bashkëpunimin, shumë kënaqësi dhe jemi kënaqur shumë dhe do vazhdojmë të kënaqemi. 'Cause you are the piece of me I wish I didn't need. Chasing relentlessly, still fighting, I don't know why. If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love insanity, why are you my parody? Tonight, take me to the other side. Sparks fly like the 4th of July. Just take me to the other side. I see that sexy look in your eyes, and I know we ain't friends anymore. If we walk down this road, we'll be lovers for sure. So tonight, kiss me like it's do or die. And it goes like, ooh, what I wouldn't do. To write my name on your heart, get you wrapping my arms, baby, all around you. And it goes like, hey, girl, I'm blown away. But yeah, it starts with a smile and it ends with an all night long slow kiss. It goes like this. Let's go. Hey, hey, you're one in a million. In my heart, feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hun. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Ishte në miq me djurje. Mu plaqa shumë. Pola lullova. Xhamadani, Gjamadani, via via. via via, Është Kosova, është Kosova, është Shqipëria. është Shqipëria. Amanda, hello. Kush është ky?
Realisht ky është Heart Attacku më i papar dhe jemi të gjithë jashtë masës shumë të emocionuar. Vetëm të kthehet kamera në anën tjetër, të shihni Gentin, Ermalin, të shihni Polin, të shihni Gestin, të gjithë çunat që janë shumë ankth. Qëndroni në ekranin e Agonçeno sepse kjo puntata e sotme është la crème de la crème në të gjitha kuptimet. Jemi në magazinat e Pro Gips dhe këtu brenda do ndodhi mrekullia. Nis me njerë puna nga gjithë stafi Agon Channel. Grupi toni bashkohen edhe mikeshat më të ngushta të Amandës, të cilave u shpjegohet se çfarë duhet të bëjnë. Genti instalon kamerën e fshet GoPro brenda makinës. Forcat e policisë, si asnjëherë tjetër, bëhen bashkëpunëtorët tanë. Sigurisht kjo është pjesa që do ndodhi këtu. Pjesa tjetër, Më e rëndësishme. Më e rëndësishme që do lëm një pikë takimi ku do të ndaloni në Tiranë makinën. Do t'i kërkosh dokumentat Johannesit dhe do t'i thush, mund sa është në gjendje ligjore, fakti që është makina me qira se ka ky, ka mungesë dokumentacioni. Mund të na shoqëroni pak për verifikim. Pasi kanë mësuar se ç'duhet të bëjnë, Johannes dhe Klea nisen për të marrë Amandën në shtëpi. Ndërsa policët për t'i ndaluar, ashtu siç ne kemi planifikuar. Okay, hello guys. Hi. Ready for the surprise? Nis tani aventura jon policeske. Përshëndetje. Ose unë kam. Po ç'është kjo? Po policia ka për rregullat rrugore, jo për mjetin e identifikimit zotëri. Urdhra. E shqip qumi? Jo. Kupton. Lutem do ja shpjegosh çik sepse do shoqërohet mjeti bashkë me personat për një verifikim. Sepse është dhënë si Ka tar. verifikim zotëri, për ta shu duhet të marr unë dikon telefon tani që të verifikojmë neve Do gjëra. marrësh, mos të marrojnë me punë me verifikim. Zotëri, ato dokumentat më jep mua ti. Do vinë pas makinës. Po pra mbas makinës tuaj, po ato dokumentat. Pas debatit me policinë, Amanda, Johannes dhe Klea dorëzohen dhe ndjekin forcat tona. Na ka ndalu policia. Kot ne ishim më me rregulla që kemi qenë, s'ka pas njëri. Amanda telefonon kushurinë e saj pa e ditur se ai e pret me ne në magazinën tonë. Vetëm për ty, ti me të kartën tënde të identitetit që ne i kishim. Mia kompanie, si mira, ku tikit, ku aj, zwei, boom! No, I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't ask you to stop. Question if my heart beats only for you. It beats only for you. 'Cause when you've given up, What is this? you won't find and try to change the day. Jemi pranë magazinës dhe Amanda ende s'ka kuptuar asnjë gjë. Madje ironizon her pas here punën e policisë. You won't never find him where the rest go. You will find him, you'll find him next to me. Next to me. Por
por si do të reagoj Amanda tani përballë video mesazhit të Johannes. Jemi të gjithë me zemër në dorë. Hot air balloon that could go to space with the air like I don't care, baby, by the way. Johannes duket shumë i tensionuar, por a do të marrë ai një po? Feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like Ti je jeta ime. Të dua shumë. Dashuri. A do të matohesh me mua? is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like Dashuri. A do të matohesh me mua? give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind. Give me love. Give a little time. Faleminderit. Thank you. Faleminderit edhe ju. Tha po, she say yes. Yes. Na thuaj pak çfarë ndodhi me policin, si ishin policat si protagonist, si aktor? Me fjalë ishte diçka që nuk shkonte me policët, sepse normalisht nuk duhet I marrësh njerëzit, okay, s'ke dokument, hajde tani direkte mbas nesh. Edhe ne jemi në zonën 3 dhe 4 të rajonit policisë, normalisht ne po shkonim në një zonë komplet tjetër të kundërt. Këtë s'po e bëja dot lidhjen. Çfarë I ke thënë Kleas, ku ma ke çuar Klea Johannesin këto ditë? Çka bër Klea me Johannesin? Dyshove gjë? Sigurisht që po dyshoja, se më shumë kanë det me Klean Johannes sa me mua këtu në Shqipëri, po mendoja ndonjë gjë të vogël, me fjalë një drek, siç më kanë gënyer, që do ndoshim për një drek, po jo për diçka kaq të madhe. Tani pse I the po këtij djalë njëri? Thoje jo. Po me gjithë këto gjëra, pastaj Ermale kemi edhe ndrite. një kohë shumë të bukur. E ka meritonte, nga emocioni. E meritonte? Po. Normale. Johannes, how you feeling? How you feeling? I'm so excited. It was so hard to be in the car series, you know, for the police. Ich liebe dich, ich liebe ihn auch. Dëgjoj se ne jemi të vegjël, nuk shohim dot të gjëra. Jo, më këtu të gjithë janë të mëdhenj. Shaka po. Ke parë vetëm 2 minuta tani, po do shohësh një emision të tërë dedikuar vetëm ty që je personazhi kryesor. Johannes që flet për ty tërkohën. Johannesi në Gjermani më dërgonte mua në 2 të natës video, sidomos me protagonist prindrit e vet, vllajën, motrën, si do duk kjo pjesa? E dija që edhe në shtëpi javën e fundit nuk shkonin gjërat mirë, se unë flija gjumë edhe ky vinte vonë, që të flinte normalisht. Po thosha me fjalë po përgatitet për Shqipërinë, po e merr se është hera parë që vjen. Edhe mendoja që e kam marrë me entuziazm të madh, po që deri në këtë pikë s'kisha menduar asnjëherë. Roza, ti ke gjithë shoqërinë andej, mund t'i pyesësh diçka, të prezantohemi me vajzat e bukura, shoqëria jote. Shoqëria gjithashtu dhe familjarët e Amandës? Hajdeni. Kjo është thjesht demonstrimi dashurisë së madhe që ky djalë ka për vajzën tonë. Kjo vajza jone do këtë djalë sa ky djalë do këtë vajzë? Vërësisht, edhe ja mjafton. Ja, mjafton. Shumë bukur, spektakolare. Spektakolare,
Ke marrë shokun në telefon, çfarë ti bëjmë, na ka ardhur policia? Ai është shoku im, po ai është edhe kushëri im. Më shumë kemi marrëdhënie shoqërore se sa kushëri. Po ai ka të njohur policia dhe ne kemi kështu familje, më mori policia. Ai tha, s'ka gjë, tha, ndiqe policinë, thon ku do shkoni dhe pastaj të them unë si qysh tek. Nuk ka folur uragani shoqërisë tënde. Hajde këtu, hajde. Ka gjithi natin njerë me vonesat. Shko, hajde se... E dija që ama do të vënojnë, se gjithmonë vënojnë në përgjithësi. Ta mbyllim shumë bukur dhe të them që... Edhe shumë e bukur. Madje kishte postuar dhe një selfie dhe ne ishim të dyja që po thoni, "Oh, sa bukur ka dalë, është lirë, është përgatitur." S'është fiks momenti i dur, ne kishim me merak që ti t'ishe i çik xhaxha. Klea, si ishte për të gjithë në... Ishte shumë bukur, ishte pak e vështirë ti arratisëshim Amandës me Johanesin, normalisht nuk është shumë normale që një huaj të kaloj shumë kohë me kunatën nëpër Tiranë, kështu që mund të kishin disa dyshime të saj mbi shtëpinë, po për mendimin tim u finalizua shumë bukur edhe. Dhe për ta mbyllur, besoj se ne të gjithë bashkë, jo vetëm unë dhe Roza, por kemi detyrim shumë të madh për t'i thënë faleminderit. Duke nisur një super duat rëkite, që nga Genti, regjizori ynë. Po, shumë e siklet. Genti kishte shumë e siklet të Duke falenderuar po ashtu gjithë produksionin Agon Channel, të gjithë drejtuesit kryesor, Arditi, Andeta, Loreni, gjithë djemt, sepse unë jam emocionuar sepse tha po. Dhe mbi të gjitha mos harroni operatorët, Polin, Gestin, Ermalin. Shumë bukur, unë s'kam çfarë të them më, ne falenderojmë edhe një Ermal edhe një Roza, bëjnë ai çik punë aty të Art Attack ndonjëherë, shumë bukur. Edhe qofshi të lumtur. Qofshi të lumtur, të dashuruar gjithmonë edhe jeni vërtet të bekuar. You're blessed. You're blessed to have a girl like her. Thank you for everything. Thank you, Anne. Thank you for everything. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Hej Seme, Amanda, vetëm pasi kalova pak kohë me ty kuptova që ti je shumë e veçante dhe gjë dua ta kaloj jetën time me ty. Ti je jeta ime, të dua shumë. Dashuri, a do të matohesh me mua? Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Bring me down, can't none bring me down. I
if you wanted to, let's say you're loving me